Edisona, të përshëndes vijon një seancë gjatë kjo e sotme, duke qenë se edhe numri personave që do të njihen me masat e sigurisë nuk është i pakët, flasin për 12 zyrtar plus Kolumjacaj që është edhe autori i ngjarjes. Megjithatë, ti çfarë ke mundur të mësosh nga ajo, se çfarë po zhvillohet në ambientet e brendshme të gjykatës së Elbasanit, ndoshta edhe dëshmitë e të pandeurve? Ju përshëndes, sipas informacioneve më të fundit janë të paktën edhe dy nga avokatët të mbrojtës të cilët do duhet të marrin fjalën për të mbrojtur klientët e tyre, pasi pjesa më e madhe tashmë përgjatë këtyre orëve që kur nisi gjyqi e ka bërë mbrojtjen e klientëve dhe duket se jemi drejt përfundimit të saj takon seancës për vendosjen e masës ndaj Kolumjacajt, por gjithashtu edhe punonjësve të burgut të Peqinit. Siç e transmetuam edhe nga kronika që ndoqet pak më sipër, deri më tani duket se kanë folur një pjesë e punonjësve të burgut të Peqinit. Deklarata më pikante veçohet ajo e dhënë nga shtetasi Ilir Balla, i cili ka treguar në fakt edhe momentet kur ndodhi vrasja rënd në brendësi të ambienteve të burgut të sigurisë të lartë. Ka qenë ky punonjës i burgut të Peqinit, i cili është përballur i pari me Kolumjacajn me njëherë sapo ka kryer vrasjen. Mjacaj gjithashtu e ka kërcënuar me jetë punonjësin e burgut që të lironte rrugën dhe të mos e pengonte. Ky fundit ka tentuar në fakt të arratisej nga burgu i Peqinit, por duke qenë se është një burg i sigurisë së lartë, ka qenë e pamundur që të mos haste edhe punonjës të tjerë të burgut, ndaj duke marrë tentativën për të arratisur, është futur në dhomën e takimit, ku ka pasur edhe familjarë të tjerë, gjithashtu edhe punonjës të tjerë të burgut të Peqinit, të cilët në kërcënimin e armës nga Kolumjacaj janë detyruar që të dalin nga dhoma ku ishin dhe më pas ky fundit ka kërkuar që në rast se do dorëzohej do ta bënte këtë vetëm përmes prokurorit të rrethit, i cili është zoti Krishnik Ayazi, dhe në fakt, siç ne e kemi transmetuar që në momentin kur ndodhi ngjarja, ka qenë krye prokurori i Elbasanit, i cili në bashkëpunim me drejtorin e burgjeve e kanë bindur Mjacajn që të dorëzohej. Në fakt, Edisona, për të përqendruar dhe për të fokusuar më tepër te dëshmia e Mjacajt, sepse kjo ka tepër rëndësi edhe për hetimin për të kuptuar se kush e bëri porosinë, sepse kanë dalë dëshmitë e të paktën flasin për Indrit Shaqjan, i cili ka deklaruar se më herët atij është ofruar një shumë e konsiderueshme parash, pra 200.000 euro për ekzekutimin e Arben Elleshit. Ndërkohë, Mjacaj thotë që unë nuk kam marrë para, pra nuk është një vrasje porositur nga jashtë. Vijon t'i qëndroj kësaj deklarate? Vijon t'i qëndroj deklaratës që ka pasur thjesht konflikte të brendshme me Arben Elleshin dhe e hedh poshtë të paktën zyrtarisht deri në momentet që jemi duke raportuar dhe nga informacionet që kemi marrë nga ajo çka po ndodh në brendësi të sallës së gjyqit. Mjacaj vijon t'i qëndroj deklaratës së tij të mëparshme se ai ka pasur konflikte të vazhdueshme me Arben Elleshin dhe ka qenë pikërisht kjo arsyeja se përse ai e vrau në brendësi të qelisë së tij. Çka nga ana tjetër duket se nuk pranohet nga prokuroria e Elbasanit, e cila në këtë rast edhe përmes prokurorit Xhelian Seferi, me të cilin përfaqësohet në seancën e ditës së sotme, ka ende dyshime se vrasja është porositur nga jashtë. Por, Edison, dëshmitë e të burgosëve të tjerë thonë që vetë Arben Elleshi, personi që mbeti ekzekutuar të premten e kaluar në burgun e Peqinit, ishte në dieni që kërkohej të vritej, pra që kishte një kërkesë dhe një shumë të vënë në dispozicion për vrasjen e tij. Gardianët dhe punonjësit e tjerë të burgut kanë qenë në dieni të paktën, a e kanë pranuar këtë gjë, flas? Në deklaratat e tyre nuk e kanë cituar si informacion të vërtet, asnjëri prej tyre të paktën deri në këto momente nuk e ka pranuar se kishte informacione se rrezikohej jeta e Arben Elleshit në brendësi të burgut të sigurisë së lartë, pasi nëse i referohemi edhe deklaratës së dhënë nga Indrit Shaqja, ai ka thënë se letrat të cilat i ka marrë ja ka dorëzuar vetë Arben Elleshit dhe më tej duket se nuk janë njoftuar autoritetet e burgut në lidhje me
me letrat anonime që janë shfaqur në ambientet e brendshme të burgut të sigurisë së lartë. Ndoshta në përfundim të kësaj seance, ku do të ketë edhe një komunikat për mediat nga avokati mbrojtës si Sokolo Mjacajt, do të kemi informacione më të sakta dhe ndoshta edhe përgjigje të disa pyetjeve që janë ngritur tashmë që në momentin kur ndodhi vrasja e rëndë në ambientet e burgut të sigurisë së lartë, siç është burgu i Peqinit. Edisona, të falenderoj për informacionet.